Zëdhënësi i policisë rajonale Togeri Sheqer Pytyqi për televizionin Besa sqaron në një rast të hetimit të vdekjes i cili është raportuar më 23 prill në Prizren. Sipas informacioneve zyrtare, një mashkull kosovar ka ndëruar jetë. Këtë rast e ka raportuar pronari banesës pasi që aty i ndjeri vitit të lindjes 1989 ka vdekur pasi ishte duke banuar aty. Në vendin e ngjarjes ka ndalur njësitë të relevante policore si dhe ekipi mjekësor, ku dhe është konstatuar vdekja e viktimës. Me vendim të prokurorit, trupi pa jetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Është raportuar se një mashkull kosovar ka ndëruar jetë. Lidhur me rastin, njësitë të relevante policore dhe ekipi mjekësor kanë dalur në vendin e ngjarjes, ku dhe është konstatuar vdekja e viktimës. Me vendim të prokurorit, trupi pa jetë është dërguar në IML për obduksion. Rasti është nën hetime, konfirmon zëdhënësi i policisë rajonale Togeri Sheqer Pytyqi. Ndërto me prodhime vendore.